BSH-kja e Tiranë ka shpallur hapjen e garës për ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugës Selit e Vjetër në kryeqytet. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, fondi limiti i parashikuar për realizimin e këtij investimi është 87.714.000 lekë. Referuar dokumentit, rruga Selit e Vjetër ndodhet në mungesë të plotë të infrastrukturës rrugore. Segmenti ka një gjatësi për rreth 1.1 kilometrash dhe gjyrësi që varion nga 3 deri në 5 metra, ndërsa shtrihet në një terren kodrinor. Gjithashtu theksohet se ndërhyrja nuk do të kufizohet vetëm në asfaltimin e rrugës, por do të përfshijë një sër punimesh infrastrukturore që synojnë transformimin e plotë të zonës. Investimi është konceptuar për të krijuar standarde bashkëkohore të infrastrukturës urbane, duke përfshirë sistemimin e trupit të rrugës, ndërtimin e trotuareve, vendosjen e ndriçimit publik, si dhe ndërtimin e rrjeteve të kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza. Ndërkohë, gjatë fazës së artimit të projekt zbatimit u është kushtuar vëmendje e veçantë integrimit të gjithë elementeve të nevojshëm të infrastrukturës. Qëllimi kryesor i ndërhyrjes është sistemimi i bllokut të banimit dhe krijimi i kushteve më të mira për komunitetin që jeton në këtë zonë, përmes një infrastrukture moderne dhe funksionale. Një nga ndërhyrjet kryesore do të jetë zgjerimi i trasesë së rrugës në një gjyrësi mesatare për rreth 5 metrash. Në kuadër të investimit do të realizohet ndërhyrje në të gjithë shtresat rrugore, duke nisur nga nën baza deri te shtresat asfaltike për të garantuar qëndrueshmërinë e aksit. Gjithashtu, do të ndërtohet edhe rrjeti i kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza, si dhe do të vendosen puseta dhe tuba shkarkimi për menaxhimin e ujrave sipërfaqësore. Investimi do të sjellë përmirësim të ndjeshëm të kushteve të jetesës për banorët përmes shtrimit të rrugës sipas standardeve. Gjithashtu, dhe ndërtimi të infrastrukturës mbështetëse theksohet në dokumentin e Agjencisë së Prokurimit Publik.